Ne zakonisht kur flasim për luftën, jemi mësu më folë për ngjarje të mëdha historike, për procese politike dhe për pasoja shtetërore të luftrave. Për shumë rrallë flasim për luftrat nga pikëvështrimi i viktimave e më së fakti flasim për luftrat me lenset e fëmijëve që kanë përjetuar. Ata të cilët nuk kanë kuptu se pse janë dërgu për shtëpive tyne, pse shtëpitë e tyre janë djegë, pse janë përsekutu prindrit e tyne. Edhe këtu besoj që rrjedh nevoja për mu dokumentu viktimat e luftrave e sidomos fëmijët. Ka edhe shumë arsye tjera. Në rand parë, pa dokumentimin e duhur të viktimave dhe të fëmijëve si viktima të luftës, nuk mund të kërkojmë asnjë përgjegjësi penale. Pa dokumentimin e jetrave të humbura të fëmijëve apo vuajtjeve tyne, është e vështirë që edhe organet gjyqësore të hetojnë ngrisin atë akuza dhe pastaj t'i procesojnë para gjykatave ata të cilët kanë kryer krime ndaj fëmijëve. Arsye tjetër shumë e rëndësishme për dokumentimin e fëmijëve është edhe e vërteta e cila duhet më bëj publike, pra krijimi i atij narracionit sakt, i cili bazohet në prova, në deklarata, në intervista. Pa këtë ne nuk mund të krijojmë një narracion sakt ku gjenerata të reja kanë mësuar të vërtetën mbi atë se çfarë ndodhur gjatë luftës në një vend. Gjithashtu është thelbi i dokumentimit, besoj edhe ne në fondin për drejtë humanitare e thojmë gjithmonë, nuk është vetëm me pa prapa, pra me dokumentu të kalumen, po përmes dokumentimit të kalumës të trasojmë një rrugë të paqes në të ardhmen. Ne mendojmë që dokumentimi, pra luftimi i mohimit të krimeve, mohimit viktimave, kontribon apo është hapi i parë drejt vendosjes të një paqe të qëndrueshme. Përderisa ne e lejojmë mohimin e viktimave dhe të krimeve, atëherë edhe nuk mund të shpresojmë në një të ardhme paqësore, pa konflikte dhe pa shkelje tjera masive drejtave të njeriut. Ne sot gjendemi në hapësinën e qendrës së dokumentimit Kosovë, një hapësirë e cila ndoshta edhe nuk është e përshtatshme për më organizu debate të tilla, mirë po kemi bërë me qëllim sepse këtu është e vendosme që nga viti 2019 ekspozita që ne kemi qujt na ishte njëherë që kur mos qoftë, shumica prej jush e keni pa, e keni vizitu edhe në kalumen, mirë po ndoshta nuk është e tepruar me përmend, ku krejt punën dokumentuese që kemi bane për ma shumë se 20 vite punë në teren, duke intervistuar familjarë të fëmijëve të vrarë dhe të zhdukur, të mbjetuar, duke mbledhur prova edhe nga burime tjera, kemi vendos, pra kjo ekspozit është krijuar në kujtim të 1133 fëmijëve që janë vrarë, pra jo që kanë humbë jetën në lidhje me luftën, po që janë vrarë me qëllim apo janë zhduk. Për fat keq ka dhe fëmijë tjerë të cilët për shkak të rrethonave të luftës e kanë humbur jetën, mungesë të ushqimit, mungesë të ilaçeve kështu me radhë. Mendojmë që është një mënyrë e mirë e përkujtimit të kalumës, po me fakte, edhe duke tentuar me kthy dinjitetin familjeve të viktimave dhe vetë viktimave. Ne kemi shumë folës edhe unë po shpresoj që kema pas edhe pyetje dhe komente nga audienca, kështu që My apologies, I'm on the go. We are involved in a lot of different activities across the country right now. So I'm actually joining from Mostar, Bosnia and Herzegovina.
So my apologies if you might have a slight musical background to my presentation. But yes, thank you once again for the invitation. As Becky said, children are often ignored when it comes to discussions on conflict, and they are definitely victims of war, unknowing victims who did not contribute to its creation. When it comes to the War Childhood Museum, on whose behalf I'm speaking today, this is an institution that is dedicated to documenting, preserving, and sharing personal stories of growing up in war, with a special focus on children's experiences. As the introduction said, we are based in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, but we have stories. It is a global project right now. We have over 7,000 objects from 21 conflicts from all over the world, and we also have an office in Ukraine, which we are hoping will eventually turn into a museum, a permanent exhibition like the one that we have in Sarajevo. And you will hear today a little bit more about that from Svetlana. My talk today is about the childhood that were forced to grow up so early, about a road without a home, a new country and a new language, but with the same anxiety and in the child's eyes, about adaptation that happens not through textbooks, but through fear, silence, unanswered questions, and small daily victories. This is a mother's perspective on how war leaves marks not only at child's body, but also on their psyches, on their souls, and how immigration becomes not a condition, but a necessity for survival. Different wars, different years, but the same loss of safe childhood. And even when war ends on paper, it doesn't end in child's memory. According to the official data, Russia's full-scale invasion war has already taken the lives of about 700 Ukrainian children. Thousands more have been injured. More than 2 million Ukrainian children are currently living abroad as refugees or displaced persons. A separate and profound tragedy is the abduction and illegal deportation of Ukrainian children to Russia. Out of nearly 20,000 abducted children, and only about 2,000 have been returned so far. It is important to understand that these numbers are incomplete. Due to ongoing hostilities, landmines, and the temporary occupation of parts of Ukraine, the real number of affected children is likely much higher. But today I don't want to speak not only of language of statistic. Today I would like to speak language of mother. My son Nazar, he was born in 2014, the first year when Russia first invaded Russia. That means that he has never been, he didn't have a period of peace in his lifetime.